për sënjimin e një personi. Pa, nuk mund të rishoj më. Që dhe përballë e Tiranës ka qenë gjithmonë Sali Berisha. Dhe në çdo analizë që i bëjnë figurës, personalitetit, patriotizmit, po do ne trajtojmë tani patriotizmin është një nga pikat që unë kam pikë të dobët dhe që ka qenë një nga faktorët më penalizues Berishës ndaj këtij populli, dhe ky populli dha goditje dhe një nga goditjet kryesore, jo pa qëllim doli plebishit, sepse ka disa elemente të cilët rezultatet e 8 vjetëve, 4 vjetëve përpara i shtuan fal gabimeve serioze dhe ofenduese që i bëri dhe antipatriotike që i bëri Berisha në këtë kohë. Duke filluar me Belerin. Po jo Belerin, se Beleri është ushtari i një grupimi dhe një strukture të organizuar anti-shqiptare. Ky bëri aleancë me shefat e tij. Me shefat e tij. Edhe kjo ka ndikuar në votim, nuk ja falen shqiptarët. Po që gjithë jugu, një gjë është, jugu dallohet të patriotizmin e vet. Dhe te jugu prevalon. Nuk do të bëjmë ndarje veri-jug, se edhe veri-jug ka lëvizje të mëdha patriotike, mos i hyjmë historisht që rilindjen kombëtare, gjuhën shqipe, vjen nga veriu, jo pa qëllime ndaj një gjë të tillë. Jo, struktura klanore, një minutë, e them me ndërgjegje të struktura klanore e organizimit të zonës veriut vazhdoi të prodhonte kapelen blu. Shiko, do të jemi shumë shqetësuar për këtë fakt. Pikërisht për këtë. Do të jemi shumë shqetësuar sepse në qoftë se kemi thënë që Berisha, armiku kryesor i Shqipërisë Berisha është sepse bëri ndarjen Veriuk. Ai është që ndërtoi skemën Veriut. Nuk kuptove, unë thash, në histori Veriu ka vlera shumë të mëdha në ndërtimin në pavarësinë e vendit, në ndërtimin e kombit, në atë elitë, europiane që u ndërtuan vitet 30 duke filluar që me parlamentin. Atëre të lutem. Sot beni është për turp që kemi parlament, sot e përmenda. Atëre kur socialdemokratët e ka kriju Mysin e Kokalari, kurse sot i përfaqëson Ton Doshi. E kuptoj ku kemi shkuar se ne mos zgjatemi me ordë do vish prap. Por unë të them një gjë. Darja Jug Veri jam dakord që e ka bërë ky me qëllim. Atëre do të bëj një analizë në këtë pikë. Kuptova se histori janë më patriot. Jo. Jugorët. Tani unë them një analizë tjetër tani. A nuk jemi ne cilët nxorëm zbuluar Berishën në marrëveshjen e financimit të Arkanit? Po a nuk është populli i Kuksit, i cili krenohet për luftën e tij ndaj serbit? Po a nuk është populli i Shkodrës, i cili ka dedhur gjak në luftën me malezezët? Po pse nuk e lexuan atë faktin që Sali Berisha është një person i cili i ka shërbyer regjimit? Tu ke të drejtë. Atëherë, si ta lexoj unë faktin që ata në mënyrë masive votuan pro Sali Berishës, ka të bëjë me patriotizmin kjo tyre, apo ka të bëjë me mbivendosjen e një organizami klanor, familjar të tyre? Këtë logjikë ke të drejtë. Dhe kjo është e lexueshme. Këtë logjikë ke të drejtë. Por mua dhe është e turpshme për këta njerëz që domethënë është e vërtetë në histori kanë ndër gjak e njërin tjetrin për Shqipërinë dhe të përdoren nga Sali Berisha për një që i është vendos